Që video? Mundet, a? Mundet. Përshëndetje mediave, faleminderit për mundin që mirë një pjesë të një seancë në rastin e spitalit Modullar. Siç jeni të informuar edhe ju, ishit mrena, fjala përfundimtare e të akuzuarve përfundoi punës parë, desha të them se mu duk jo si një seancë, po mu duk si një këfis. Siç e dëgjuat edhe vetë, njëra part dhe thotë se ka pat PP aparat, tjetra part dhe thotë se nuk ka pat PP aparat. Kështu që pat ose s'pat PP aparat, ne si viktimat e të djegë me 14 persona në spitalin Modullar, ne edhe sot e ndimë dhimbjen të atë diqë me gjuhë dojë spital njerëzit më të dashurtuar. Kështu që ne nga kjo seancë nuk pritëm më tepër se dhe jesë se fjala përfundimtare dhe marrin dënimin e merituar të dënuarit. Kjo nuk ndodhi seanca e radhës me 16, ora 12. Kështu që nuk kam të shkam me shtu, në më shumë nejna shumë dëshpëron nga drejtësia e Republikës Maqedonisë së Veriut. Kështu që e shfryzoj rastin në përmedjeve tuaja të them gjithë njerëzve që jetojnë në Maqedoni, pavarësisht çfarë etnie janë, le të shohin pi xhumi, nënat tona, babat tona, fëmijët tonë, dojgjë, po mundodhe edhe raste tjera. Kështu që drejtësi këtu nuk ka të kese asnjëherë. Faleminderit nga ana ju. Бемолови на македонски само ако може. Fala i na vas, edhe sega se izvrši ročištetu za modularët e bolnica. Последен сбор, да кажат и виновните и ние, što сме биле повредени на този случай на модуларата. Ова како гледав јас внатре, не чинише дека се суди никој. Јас се гледав, се слушав тамо како какви се играт. Едниот прима дека имал ПП апарат, другиот излегува дека нема ПП апарат. Ама не е важно дали имал или немал. 14 души загинат таму, никој не зема одговорност за тие случаи. И апелирам на целата држава да се разбудат од спиењето, нашите ги изгубивме, да не изгубат другите. Фала. Што очекувате во петок? Ништо. Не очекуваме многу, да бидат сите што треба да имат тоа казнава, ама дали ќе биде, не се знае. Acum e timp për zjarë. Cili do të qenë apeli juaj deri te prokuroria? Apeli jonë gjithmonë ka qenë pi fillim 4 vjet shkuun në këtë rast. Apeli jonë gjithnjëherë ka se drejtësia dale drejtësia nere për gjithmonë, si themi ne. Djegja e spitalit, nuk ka akuzë për djegjen e spitalit, si e dini edhe ju, që është një akuzë për mos kujdesin e këtine personave, o ka pat PP ka pat PP aparat. Nuk është akuza për djegjen e spitalit, se si a djeg spitali. Kështu që ne presim nga gjyqtari, nga apeli, ku Gustivar, ku është taj gjithë, kese drejtësi, pa dhe kese se din. На македонски ако може одговор. Што мисли nga vendimi përfundimtar? Ne nga vendimi përfundimtar presim që dënimi të ekse maksimalit të dënuarve. Në marrim me dënimin e merituar, dojgjëm 14 persona, pavarësisht PP aparat, apat, aspat. Ata kanë në humbje ndjek për zgjalli. E drejtësia dale nere për gjithmonë të marrë dënimin e merituar. Може на македонски да говори. Исто дадов, ова издава дадов на македонски. Сега шу. Мислам на прашањата што кажете, да и кажете на Për prokurorin, për apelin, për akuzën e zjarë. Se знае вината што е за модуларната, не се виновни овие што се виновни сега за пожарот што се случи во модуларната, се виновни зашто не се бие внимателни на работното место. Дали имаше ПП апарат или не. Не е виновен за пожарот, како се случи пожарот во модуларната болница. Е треба
ima po dobro, po veće takvi, mislim, za požarat da se merkat вземат мерки, не за ПП апарати дали има, дали нема. Мислите дека обвинителството не се заврши работата? Не, затоа обвинителството не е заврши работа како што треба. Требаше виновни да видат пожарот како доаѓа и отиде. Представете се само. Мумин Исмаили. Bibi. Човек говорен дали што? Si vlerësoni këtë seancën e sotme dhe a është ajo çfarë keni pritur ju si familjar? Njerë, faleminderit për medejave. Seanca sotshme dikush folën për kablin, dikush folën për APP aparat, kanë kaluar 4 vite, akoma merren me këto gjëra. Unë veç një gjë mund ta them. Kabli fajet, PP aparat fajet, vetëm ku janë njerëzit. Leri krejt fajet, në tilon krejt me njerëzit ku janë. Edhe masane gjyqtari duhet me qenë këtë rend pak me jashpër, sepse nëse edhe gjyqtari kalon pjesën e korupcionit apo krimit, dhe me thonë s'ka më këtu asgjë. Na djegë për treti, për skatri, mbas 4 viteve. Veç këto mund. Tani e ka radhën gjyqtari.